flasim një produkt dhe do t'i kushtojmë një minutar të caktuar, një produkti që të gjithë ne e pëlqejmë shumë edhe e konsumojmë vetëm gjatë drekës, por gjithashtu ndonjëherë edhe në vaktet e darkës. Bëhet fjalë për pastat e freskëta ose thënë më shqip makaronat artizanale që të gjithë ne i pëlqejmë aq shumë, por shumë prej nesh mund të mendojnë që shpeshherë makaronat apo pastat mund të shëndoshin apo jo gjithmonë janë të mira për organizmin. Por Alda Gresa, që është gjithashtu një sipërmarrëse, por edhe shefe kuzhine, të cilën unë kam pranë meje dhe na pret sot, ka hedhur në treg një variant të pastave të cilën mund ta konsumojnë edhe ato persona që jo vetëm janë në dietë, por gjithashtu mund të vuajnë edhe nga problematikat e tjera shëndetësore. Alda, përshëndetje. Përshëndetje. Kënaqësi që jam sot në punishën tënde. Faleminderit, mua kënaqësi që. A ke vite që merresh me këtë projekt, le ta quajmë? Kjo zanafilla e këtij projekti ka nisur që nga viti 92, kur babi im erdhi nga Italia dhe pati sjell një pajisje makaronash dhe pastat ne i bënim në shtëpi, si nga i ka pasion. Duke pastaj kaluar vitet, i praktikonim her pas here në shtëpi, bëra dhe shkollën e kuzhinës. Por para një 5 vitesh krijova fermën, që të kisha një ide për të krijuar një produkt bio. Pra i e përkushtuar gjithmonë ushqyerjes së mirë, produkteve të mira bio dhe të vendit. Po, se dhe pas fermës, i kam rritur domethënë në mënyrë më shëndetshme të mundshme. Duke qenë se këtu në Shqipëri nuk kishim diku të blenim një produkt tamam cilësor, u studiova që të krijoja një lloj paste që të ishte dhe shëndetshme, por dhe dietike në të njëjtën kohë. Po çfarë nuk shkonte tek pastat që gjendeshin në treg? Ju si specialistë dhe ekspertë, çfarë vjen re që mbase kishin ankthi? Por cilësia e miellit, konservuesi, ngjyruesi që përmbajnë nuk është i mirë për organizmin. Domethënë është shumë e dëmshme. Të jemi realistë. Dhe fëmijët më hanin shumë në realitet pastat. Si çdo fëmijë apo çdo familje që ta krijoja atë. Nga 6 muaj bëra një lloj studimi edhe praktike. Me mielrat, studiova mielrat, domethënë llojet e cilësisë miellit, sepse është shumë i domosdoshëm mielli të jetë cilësi e parë, premium, për arsye sepse të organizmi për të dhe fibrat dhe ruan dhe vlerat shëndetit nga produkte për shumë siç është panxari, karota, po unë shoh që janë disa lloje produktesh, disa lloje ngjyrash në fakt. Kjo është klasike dhe qumësh, kjo bëhet me qumësh dhije, dhe ves të freskëta fshatit. Zakonisht receta e pastave, çfarë qumësh ti kërkon? Recetat e pastave në realitet klasika nuk bëhet me qumësh. Nuk bëhet me qumësh. Jo, në industri përdoret plurivezës, sepse nuk kapaciteti që prodhojnë ata për të dalur në treg nuk e mundot vezët. Ndërkohë ju e keni zgjedhur qumshin e dhis. Unë kam zgjedhur qumshin e dhis për të qenë akoma dhe më e shëndetshme për fëmijët. Kurse mielli që unë përdor është semula premium. Semula ka një veti që tretet shumë lehtë në organizëm dhe ka fibra të shkëlqyera për trupin. Ka magnez, ka hekur, ka vitaminën A brenda edhe shumë llojshmëri të tjera që ndihmojnë trupin që të shkarkojë toksina, por dhe të ruaj dhe vlerat. Por është edhe ajo kategori e personave të cilët mbase kanë disi frikë për të konsumuar pasta, ose ndoshta janë duke ndjekur ndonjë dietë strikte, dikush mund të vuajë mbase nga ndonjë problematik shëndetësore dhe në dietën që ndjek nuk lejohet që të konsumojnë pasta, ndërkohë që pastat artizanale tuajat, çfarë vlerash kanë dhe ai sugjeron që edhe të përdoren? Pastat që prodhohen me miell premium, është i shtrenjtë, por është shumë i shëndetshëm. Dhe kjo është ajo risia re, që nuk duhet të kursejmë lekët për një risi ose shëndet, po edhe një risi që ka një cilësi premium. Por kjo është testuar që mund ta përdorin dhe diabetikët, persona që kanë intolerancë nga brumrat, pastaj dhe ata që ruajnë linjat trupore. A është e vështirë për të qenë në treg? Po, shumë e vështirë. Është për të qenë në treg. Besueshmëria që posedon vendi jon është në niveli mund të themi mesatar, se s'mund ta bëjmë dhe të ulët, se ka edhe njerëz shumë punëtorë që punojnë për të arritur një lloj cilësie, por është e vështirë besueshmëria e njerëzve, duke qenë se viteve radhë janë zhgënjur nga produktet
falco. Alda, gjithashtu ka shumë restorante në kryeqytet, por jo vetëm, mbase edhe në periferi, agroturizme të ndryshëm janë hapur, edhe ku zakonisht operojnë me një ushqim të mirë, bio dhe vendas. A janë ndërkohë pastat e tua pjesë e restoranteve të ndryshme, mund të gjenden dhe më sakt, a duhet që edhe këto restorante mbase të kenë në menun e tyre një lloj paste ku mund të konsumohet nga të gjithë dhe jo të jenë ato pasta klasike që shiten në markete? Po, do ishte shumë më mirë në realitet që restorantit ti bënte në menun e tyre. Përpose disa restorante i prodhojnë vetë pastat. Por prapë se prapë nuk arrihet kjo lloj cilësie, sepse të prodhosh një pastë duhet të jesh apo safat në prodhim. Jo, restoranti nuk mund të arrijë dot. Se bën vetëm klasikën dhe në mënyrën që na mëson shkolla. Pa pasur diturim të thellë për t'ia shërbyer konsumatorit. Është e nevojshme sepse ti nuk e di kur që në restorant mund të futet një njerëz që është diabetik ose një person që është intolerant ka shibrume. Unë ka pasur një rast që më ka thënë një klientja ime, jam bërë shumë keq kur kam konsumuar pastat në një restorant. Në X restorant, sepse gjithë restorantet përdorin pasta normale. Dhe jam bërë jashtë masë e keq. Sepse ajo vuante nga intoleranca nga brumrat. Kështu që është e domosdoshme që një restorant t'i fusi. Jo në menun kryesore ndoshta, por për të pasur si mënyrë zgjedhje, si alternativë për të zgjedhur. Nëse dikush i shkon me probleme të tilla. Disa prej pastave të cilat ju realizoni, cilat janë dhe shijet e tyre, nëse do t'i quajmë kështu? Unë specifike kam tagliatellin, fusilin, kam edhe shumë modele të tjera, por edhe më të kërkuara dhe besoj. Po, më të kërkuara. Shija është klasike që është shumë zhvesh, është panxhari, që është me puren e panxharit. Gjatë zjerjes unë zi me minuta, gjysëm procedurën e zjerjes, për arsye se në momenti që i zien konsumatori këto ta ruajnë vlerën akoma. Të përbërësve që kanë. Këtu kemi me karotë. E njëta procedurë si panxhari, vazhdon dhe me karotën, dhe kemi dhe me spinaq tagliatelle, për momentin e kam ruar që ta bëjmë makineri. Këtu kemi dhe me spinaq. Spinaqin unë e marrë tek ferma që bashkëpunoj, që është organike me 100% siguri. Dhe e marrë. Pra, ka një lloj sigurie, le të themi, edhe për të gjithë produktin që përdorë. 100%. Shoh edhe këto pastat e vogla që mbasi janë për supë apo? Po, janë për supë. Për fëmijët e vegjël. Për fëmijët e vegjël besoj. Po, bebat e vegjël që sakt po kanë filluar duke ushqyer, ti konsumojnë. Alda, ti gjithashtu ke edhe një faqe tënde në Instagram, edhe punon edhe me të, i kushton edhe asaj shumë vëmendje, por si duket se është interesi i qytetarëve që të shkruajnë dhe për çfarë të shkruajnë më shumë? Interesi është goxha i lartë, sepse është një produkt që organik dhe pëlqehet. Por era parë gjithmonë është pak e vështirë në fillim. Por kur e kam provuar, besoj që të gjithë ndjekësit e mi në Instagram e din që është unike. Dhe kam pas, domethënë, shumë feedback të mirë. Po. Ata që i blejnë pastat e tua, si duhet më pas të bëhet procedura e zjerjes së tyre? Sa minuta kërkojnë për të zjerë? Po, zakonisht pastat marrin diku ke 10-15 minuta, a? Po, minutazhi është 7 deri në 8 minuta al dente. Është shumë e mirë që një brum, jo vetëm pastat e mia, por çdo lloj paste, është mirë të qëndrojë al dente, për arsye sepse stomaku e bluan më lehtësisht e përpunon. Kur kalon zjerja, unë basin dhe vlerat e perimeve, po dhe vlera e miellit, se kalon në zjerjen e tepërt. Kjo është kurse baza që mund të vënë brenda, unë sugjeroj vetëm gjarpë ose vaj ulliri, mos t'i ngarkojnë më shumë. Me shumë, sepse i kanë vetë vlerat edhe shihen. Mirë, unë do isha shumë kurreshtare edhe për të kuptuar edhe për të marrë disa momente nga puna që bën gjatë ditës për të realizuar pastat e tua. Sa bën gjatë ditës, i ke numëruar ndonjëherë apo ke një apo edhe në varësi të kërkesave? Më marrin klientët në telefon dhe unë e bëj sa më të freskët. Pra tani po ka një klientel të përzgjedhur. Kalon vetëm afati 72 orë të tharjes dhe më pas transportohet direkt te klienti. Mirë, do ta shohim tani më Alda se si e bën edhe do të na shpjegoj pak a shumë se si e realizon pastat e saj artizanale, por gjithashtu nuk do na thotë të gjithë sekretin sepse diçka mbahet edhe për vete. Por do të kemi mundësi tani që të shohim se si Alda realizon pastat e saj artizanale. Okej, ke zgjedhur një shihet veçantë, çfarë do? Po, spinaqin. Spinaqin, okej, nëzi po pres.
Tashti fillojmë procedurën. Makineria që unë përdor është me ftofje, për arsye që t'i ruaj vlerat ushqimore, gjatë daljes mos të digi mielin dhe produktin si spinaqi, vezën se e pjek direkt në moment. Kemi mielin, vezët e freskëta, spinaqi, që është vetëm e avull për moment, është vaj i ullirit dhe kripa që kam hedhur tek ingredienti për përgatitjes. Tani fillojmë nga përgatitja e produkteve. Hodhëm mielin në makineri, do fillojmë të hedhim një nga një vezë. Tani hedhim dhe vajin e ullirit. Është i domosdoshëm vaj brenda në produkt. Tani do bëjmë fulimin e spinaqit. Si që shikon për spinaqi është vetëm me avull, nuk ka fare zjerë, shif se u bë këtu. Procedura spinaqit mbaroi. Për efektin e kohës jemi në regjistrim, ne do t'i prodhojmë pastat në moment, sepse procedura e homogenizimit të miellit me produktet organike ka kohën e vet, minutazhin e vet. Por për arsye kohe ne do vazhdojmë në prodhim. Tani pastat janë gati. Mami ma afro pak artën, dua të them që mami im është suporti më i madh. Kjo që nismatorja e nismës time, ajo që besoj tek mua në arritjet e mia dhe ja ku jemi sot. Këtë punë e bëjmë vetëm ne të dyja bashkë. Për momentin do t'i thajmë këtu, mbaron procedura e makinerisë tanë 72 orë, kalon tharja nëpër arka dhe pastaj shkon te klienti. Kjo është procedura që pastat që kanë kaluar 72 orëshin e tharjes dhe kalojnë për te klienti në paketim. Paketimi është cilësi e parë, është letër e riciklueshme dhe është për produkte organike. Të ruaj freskinë e produktit, por dhe mos të myket produkti te klienti. Alda, ky ishte edhe procesi i përgatitjes pastave artizanale nga ti, edhe unë uroj shumë që të gjithë ata që të kanë ndjekur edhe të kanë parë, të kenë kureshjen për të provuar këtë shijen e mrekullueshme që pastat e tua kanë, por gjithashtu dua edhe të falenderoj dhe të suportoj edhe më shumë për këtë sipërmarrje që ti ke marrë,
Edhe uroj shumë që në fund fare t'ja dalësh, edhe pse jo të kemi një emër apo një markë e cila mund të njihet gjithësisht në treg. Shumë faleminderit ju. Faleminderit. Që më dhatë mundësinë për të realizuar dhe më shumë pastat e mia nëpërmjet televizionit tuaj. Urojmë që të bëhet më e mira.